Free audio post-production by alphonic.com. Atëherë të dashur teleshikues, mirë se takohemi sërish në intervistën e radhës. Atëherë të gjithë e dim që roli i të rinjve në ndërtimin e një shoqërie demokratike është bërë një temë thelbësore për të ardhmen politike të çdo vendi. Në një kohë kur sfidat politike, sociale dhe ekonomike po ndikojnë ndjeshëm në jetën e përditshme të brezit të ri, pyetja të qështrohet është a janë të rinj të thjeshtë spektatorë të proceseve vendimmarrëse apo bën që gjithnjë më shumë aktor të rëndësishëm të ndryshimit. E në lidhje me këtë pjesë, mbi këtë temë, të ftuar në studiot e televizionit Point, kemi Jozefinën Gjokaj dhe Artën Gjokaj. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Atëherë, nga këndvështrimi juaj si studente të shkencave politike, duhet ju pyet se cilat janë format më efektive të angazhimit të rinjve në proceset demokratike sot, përveç asaj të votës. Mendoj që vota është baza themelore e çdo qytetari që ka të drejtë vote, por mendoj që për të rinjët nuk duhet të jetë vota si piknisje dhe mbetje aty, por të rinjët duhet të fokusohen në angazhimin e tyre si në aktivizmet qytetare, në forumet rinore dhe në dialogjet digjitale ashtu me institucionet që të përfshihen në gjërat më të shumta se që janë vetëm vota në demokraci. Dhe nga këndvështrimi juaj? Nëse donim ta krahasonim demokracinë me një koncert, atëherë vota do ishte vetëm si një bilet hyrjeje. Me këtë kuptojmë se të rinjt nëse mbesin tek votimi, atëherë ja ndalojnë vetes që të japin mendime kritike, të komentojnë, të duartrokisin nëse ajo është e nevojshme për politikë, nëse janë të kënaqur me të, nëse jo, atëherë të japin mendime të ndryshme. Duke parë se bota po ecë nga globalizimi më i lartë, nga modernizimi, përfshirja reale e të rinjve fillon nga rrjetet sociale, por nuk mbaron aty. Andaj të rinjt duhen të kyçen edhe në forume rinore, edhe në ndonjë organizatë jo qeveritare, po edhe në ndonjë parti politike, pse jo, edhe pse ato duken si klube të mbyllura, nuk do të thotë që nuk mund t'i ndryshojmë nga brenda. Por kemi edhe disa mënyra tjera më rigoroze të thojmë, të cilat mund t'i përdorin të rinjt nëse nuk janë të kënaqur, atëherë kemi peticione, kemi protesta të cilat mund të shprehin pa kënaqësinë e tyre. Pra me këtë do të thotë se demokracia nuk është vetëm një ditë në 4 vite, por është mënyrë jetesës se si do ta përdorim na që të ndryshojmë vendin tonë. Cilat janë pengesat kryesore që kufizojnë pjesëmarrjen e të rinjve në politikën dhe vendimmarrjen? Pra, a jeni ndier ju personalisht në përgjithësi dhe ata të cilët të rinj të shumica përballen me këto sfida, janë në proceset e vendimmarrjes, është e vështirë për ta? Personalisht unë nuk jam ndier e pakënaqur apo e lënën anash të them, por ka shumë të rinj që ndihen të padëgjuar dhe të mbyllur nga institucionet dhe mendoj që është shumë kritike për të rinjët sepse mungon nga institucionet një mekanizëm i mirë strukturuar dhe problemi i strukturës hierarkike që i shet të rinjët vetëm si simbolik dhe jo si aktor të pjesëmarrjes në institucione, në politik apo edhe në organizata për shembull. Mendoj që të rinjët nga ky aspekt që i shohin ditë për ditë se sa të them të ulur janë, për ta mendoj që krijon një ndjenjë shumë të keqe tek ata dhe bën që të rinjët mos të bëjnë ndonjë veprim ndaj asaj. Mendoni se të rinjt, apo konkretisht do të pyes Artën, mendon se të rinjt janë realisht agent të ndryshimit të shoqërisë, apo ky është një nocion më shumë idealist se sa praktik? Për këtë pyetje dua të them se të rinjt mund të jenë agent ndryshimi vetëm kur veprojnë ata, kur e zgjedhin. Nëse ndryshimi fillon prej aty ku një i ri thot pse jo unë, pse të filloj dikush tjetër, pse të bëjnë dikush një hap të parë kur mundem unë. Kjo është edhe pjesë e asaj gjë që mund të bëhet ndryshimi kur edhe shoqëria i paraqet si një e rëndësishme në mjedisin tonë,
dhe mund të themi se shoqëria kur shoqëria e shpreh mendimin për të rinë si një e ardhmja jonë, nuk mund të pritet vetëm ajo të bëhet mrekulli dhe të bëhen e ardhmja jonë. Duhet të punonim në atë gjë që të arrijmë një të ardhme të ndritshëm për të rinë tonë. Ashtu që mendoj se është pak ide idealiste më shumë, por kemi disa raste në rajon. Kemi në Shqipëri ku ishte fushata mjaft, e cila ishte me rezultate efektive kundër korrupsionit, të cilën e kanë organizuar të rinjt. Edhe në Kosovë ka pas raste të ndryshme për kundër arsimit që e kanë keq përdorur, apo kundër teatrit kombëtar, disa që tregojnë se mund të kemi edhe në praktik, domethënë të rinjt të veprojnë si në rajon ashtu ta praktikojmë edhe këtë normalisht. Po sa i përket që në një shoqëri me mungesë besimi ndaj institucioneve, si mund të ndërtojnë një kulturë demokratike që inkurajon të rinjt të jenë aktor të ndryshëm dhe jo thjesht konsumues politik? Mendoj që kjo pyetje shkakton një qasje të dyanshme, duke marrur parasysh se institucionet duhet të krijojnë një afirmitet me të rinjt, kurse të rinjt të arsimohen, të them ashtu, qytetarisht për të kritikuar dhe të aktivizuar veten dhe mjedisin. Gjithashtu mund të shtoj se institucionet duhet të kenë meritokracinë, që të mos të fokusohen vetëm në politik, pra, ku të rinjt të ndjejnë një lidhje drejt për drejt me institucionet dhe jo vetëm sipërfaqësore. Po sa i përket rëndësisë që është edukata politike në formesimin e një brezi të reaktive dhe mbi të gjitha kritik, a shihni mungesën e saj si shkak për mos angazhim? Edukata politike mund të merret si një themel i demokracisë së gjallë. Andaj të rinjt nuk mund të sfidojnë, të reagojnë, të komentojnë, të ndryshojnë kur nuk e dinë se si funksionon politika, si funksionon pushteti dhe institucionet. Kështu që të rinjt në pa edukat politike bëhen pasiv, lulëzojnë ato qëndrimet kyçe dhe në përgjithësi që gjithçka është e kot, politika nuk është e saktë, edhe janë më afër propagandave, për atë punë që propagandat u afrohen më së shumti atyre që nuk janë të informuar, të cilët nuk kanë ide se çfarë po ndodh në politik. Kështu që kam një ide për zgjedhje, të cilën mendoj që duhet ta praktikojmë. Sidomos në shkolla fillore duhet të kyçet ndoshta ajo edukata politike në mënyrë praktike. Domethënë të bëhen simulime të ndryshme me nxënës, diskutime, ndoshta edhe një quiz i cili e bën më efektive dhe e bën më të thjeshtë që të kuptohet sistemi i politikës. Kështu me edukat politike do të arrijmë që të jemi siç e thash edhe në fillim, themeli i demokracisë së gjallë këtu. Cili është baza që do të ketë çdo i ri për sa i përket edukimit të politikës? Baza të cilët çdo i ri duhet të ketë është vetë interesimi. Por nëse kjo që thash më parë edukata shkollore, nëse ata e kanë kaluar atëherë do të bëjnë më të lehtë që të interesohen dhe të informohen për politikë. Shumë interesante. Cili është roli i aktivizimit qytetar në fuqizimin e të rinjve si faktor ndikues në shoqëri? Pra, apo se vendosohet format tradicionale të pjesëmarrjes me protesta digjitale dhe lëvizje online, a ndikon kjo? Mendoj që ndikojnë format digjitale dhe online, por jo aq sa edhe ajo fizike, pra ajo tradicionale, po them, sepse për një ndikim me të ndërlikuar duhet të jetë edhe kombinimi atyre të dyjave, pra digjitale ose online dhe ti fizik, për të qenë një zhvillim më i realitshëm dhe më funksional. Mendoj që roli i aktivizimit të rinjve qytetarisht ndikon edhe shumë, duke marrur parasysh edhe ato çfarë thash më përpara, pra aktivizimin në shumë, për shembull, forume në mjediset e ndryshme që mundsojnë, dhe mendoj që është kjo pik fokusi i të rinjve që të ndikohen qytetarisht, të them.
Cili është më i mirë ndikimi apo më i drejt për drejt ndikimi përmes formave tradicionale apo atyre online? Mendoj që format digjitale tani janë bërë shumë e më shumë dita ditës aktuale dhe shumë aktive, por mendoj që ajo forma tradicionale ende ekziston dhe është kyçe për të gjitha, ku nëse në rast duam të marrim formën online apo digjitale, duhet ta bëjmë edhe kombinimin fizik për të qenë më funksionale dhe më reale. Po sa i përket përgjegjësisë të rinjve që kërkojnë përfshirje më të madhe, apo është detyrë e institucioneve kjo pjesë e përfshirjes të tyre të krijojë hapësirë reale për ta? Pra, ndoshta një kombinim i të dyjave në këtë rast do të ndihmonte më shumë? Unë mendoj se kombinimi i të dyjave, por institucionet duhet të jenë ato të cilat janë të hapura. Andaj, ndoshta hapin e parë që të jenë të hapura për të rinjt, sepse ato e kanë pushtetin, kanë mjetet e cilat mund të arrijnë të bëjnë ndryshime, sepse pa një buxhet të mirë, pa një arsim cilësor, nuk mund të arrijnë as të rinjt që të bëjnë gjëra për ndryshim. Kështu që institucionet të thonë hapin e parë, kurse të rinjt duhen të jenë ata të cilët hyjnë në institucione me ide dhe guxim. Mos të kënaqen vetëm me simbolika siç janë të bëjnë një foto me president apo me një që është i njohur, i kyçur në politikë apo i njohur, por thjesht të kënaqen me gjërat të cilat i bëjnë ata të kënaqur dhe të ardhmen e tyre. Kështu që mendoj se të dyja kombinim, por të dyja të bëjnë hapin e parë dhe të dytë. Po sa i përket rrjeteve sociale, cili është roli i tyre në mobilizimin politik të rinjve? A ndihmojnë realisht pra rrjetet sociale apo krijojnë vetëm një iluzion të pjesëmarrjes? Rrjetet sociale kanë ndërgjegjësimin këto ditë që të rinjët t'i afrojnë pra me informacione, por mendoj që nuk duhet të kenë ndikim të fortë nga ajo që të rinjët, siç e thash edhe përpara, duhet të bëjnë një kombinim të atij edhe virtual edhe atij në terren për të qenë pra më funksionale, dhe mendoj që nuk duhet të ndikohen sepse shumica e gjërave në rrjetet sociale sot janë bërë pra propagandë, të cilët është shumë e vështirë të njihesh është propagandë apo e vërtet pa e verifikuar mirë. Dhe besoj që në këtë pjesë hyn edhe pjesa që duhet të përpas edhe pjesën e edukimit politik. Patjetër duhet të ketë edhe edukimin politik për të përfshirë edhe ata çfarë thash se të rinjët dhe qytetarët ndikohen shumë nga propagandat e shumta dhe duhet të njohin se a është reale ajo çfarë po ndodh, a është reale ajo çfarë shkrua dhe të them t'i hapin syt për një çështje të tillë. Interesante. Po sa i përket aksesit, sa të aksesueshme dhe përfaqësuese janë forumet politike që i ceket edhe në fillim dhe organizatat rinore për të rinjt. A i përfaqësojnë realisht interesat e tyre apo janë thjesht platforma simbolike? Mendoj që edhe pse janë pak a shumë aktive apo duken aktive, nuk i përfaqësojnë nevojat e të rinjve dhe këto, të them, organizata rinore merren sipërfaqësisht me një grup pak a shumë të rinjësh ku të rinjët tjerë që janë jashtë saj ndihen të shtypur dhe të pa dëgjuar, siç e thash edhe më përpara, dhe mendoj që nuk i përfaqësojnë pak a shumë interesat e tyre, duke marrë parasysh se janë të kyçur sipërfaqësisht të them të përzgjedhur, por i shohin një simbolik dhe jo një zë më shumë. Atëherë ku qëndron problemi kyç? Ku do t'jetë ajo pjesat e cilet ku do i drejtohet rinia në këtë rast? Mendoj që siç e thash edhe përpara, duhet të rritet meritokracia dhe jo ndikimi politik apo të them i njoftësisë edhe ashtu, dhe të rinjët atëherë do të ndihen edhe të mirëseardhur, duke i marrë parasysh se do të formohet pra një platformë më neutrale dhe pa ndikim politik apo njoftësiet apo edhe në shumë rangjet e tjera që mund të ekzistojnë. Në këtë kohë që jemi tani, është e vështirë të sillet një meritokraci?
Mendoj që meritokracia është edhe nuk është në këtë vend, duke marrur parasysh se ekzistojnë ende ato politikat dhe mentaliteti tradicional, por ekzistojnë edhe ato moderne, të cilat e shohin meritokracinë si një fitim ndër të gjitha këto. Dhe tani do të kthehem pak edhe tek arta në përvojën e tuaj, pse qeveria vendore nuk arrin të tërheqë pjesëmarrjen aktive të të rinjve. A është kjo për shkak të mungesës së vullnetit politik apo mungesë e mekanizmave të strukturuara? Mendoj se ka qenë deri tani ky vullneti politik, por më duket që në bazë të përvojës sime që jam në fakultet dhe atje kemi bërë programe dhe kam bërë praktik në fushatat e ndryshme, atëherë më ka ndruar mendja në kohën e fundit se të rinjt çdo ditë dhe më shumë po kyçën në kryeqytetin tonë në Podgoricë, por me atë gjë që shoh atje shpresoj që do të vijë edhe këtu shpejt edhe në Malsi, që ta kthejmë atë vullnetin politik edhe këtu, sepse atje pikërisht në një fushat që kam qenë të fundit, para 6 muajve ka qenë në votat e kryeqytetit të Podgoricës, aty kam parë se të rinjt janë vendimmarrës në fushata qytetare, të cilat bëhen si në program brenda, ashtu edhe në program të cilat i bëjnë jashtë për njerëzit, kështu që mendoj se kjo është një hap i mirë dhe do të jetë edhe praktik edhe për të rinj këtu në Malsi. Thatë që shpresoj që së shpejti do të vijë edhe këtu tek ne, pjesa që të rinjt angazhohen dhe nuk janë vetëm pjesë të themi votës. Pse mendoni se këtu akoma ka mungesë të tillë? Ndoshta deri tani ka pasur mungesë shkak ndoshta edhe arsimi, ndoshta nuk kemi pas shumë student arsimuar kemi pas, por jo si tani. Tani jemi këtu në Malsi me shumë student arsimuar dhe për të cilëve pritet që të kyçen edhe në politikë, edhe pse ndoshta kanë studiuar diçka jashtë politikës, zëri i tyre ka fuqi, kështu që të gjithë ta përdorim atë. Dhe si përfundim do t'ju pyes të dyja, me të më jepni mendimin tuaj mbi lidhjen në kontekstin ku ndarjet politike janë të thella. Si mund të krijohet një hapësirë ku të rinjt bashkëpunojnë për të bindjeve partijake për çështje që i prekin direkte? Të rinjet në këtë kontekst mund të bashkëpunojnë përmes platformave të shumta siç janë organizatat për ruajtjen e mjedisit apo arsimimi me projektet lokale ku kyçja të jetë një platformë të them neutrale për te ndikimit dhe bindjes politike që të rinjët të shohin se ka diçka vetëm përveç politikës, se ka diçka për te asaj që janë mësuar të dëgjojnë çdo ditë dhe të shohin dhe të ndihen të afruar me njëri tjetrin, po gjithashtu edhe me organizatat që nuk kanë bindjet edhe politike. Dhe nga pikpamja juaj? Mendoj se të rinjt duhet të fokusohen në temat e përbashkëta të cilat i kanë, atëherë siç janë arsimi, papunësia apo edhe mjedisi. Andaj mendimi im për këtë pyetje është se të rinjt të fokusohen në ato të cilat i kanë të përbashkëta. Atëherë siç është arsimi, siç është papunësia apo mjedisi, të bazohen në ato diskutime ndërmjet tyre që janë me respekt dhe pa paragjykime, të bashkohen në ato aktivitete kulturore apo për ruajtjen e mjedisit dhe të mos të bëjnë lidhjet e tyre si një urë, por të bashkohen me ato të cilat janë të përbashkëta dhe të cilat i dërgojnë në një rrugë e cila do t'i bëj të jenë të lidhur dhe sepse vetëm ashtu mund të arrijnë deri tek një ndryshim. Atëherë vajza, unë ju falenderoj shumë dhe për pjesën që datë kohën tuaj dhe folëm mbi këtë temë shumë të rëndësishme për shoqërinë. Faleminderit për ftesën, në kënaqësia ishte jona. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi arritur deri në fund të kësaj interviste. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirupafshim në intervistat e radhës.